good time, smile my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like 1, 2, 3. Mirëmëngjes nga një vlog i ri. Edhe sot e hapa kamerën. Edhe do xhirojmë ditën time. Edhe kam lënë një takim, do takoj Dajnën. Edhe do dalim të shohim pak edhe sheshin, qendrën si është zbukuruar për festa, do kalojmë kohë së bashku. Edhe do t'ju marr me vete. Thjesht doja t'ju përshëndesja, t'ju thoj mirëmëngjes, edhe shpresoj të ketë qenë ditë sa më e bukur kjo e shtona, edhe për ju, sepse që nga koha shumë e mirë. Edhe sa ditë më vjen motra për pak ditë. Realisht po i numëroj ditët. Edhe me që po presë më ka marrë mendje edhe të kaloj komat, edhe të dalim të bëjmë, por prapë në të njëjtën kohë kam shumë punë edhe po mundohem që të bëj edhe një plan, të realizoj një plan që kam pasur, por nuk e di sa do t'ja dalë dhe nuk e di nëse unë jam gati ta hedh këtë hap. Por idetë i kam shumë të qarta. Kam një ide super një ëndër shumë të madhe që kam 2 vjet që e ndroj, edhe po punoj shumë fort vetëm për atë ëndër. Nuk është për të blerë një shtëpi, se mendoj se nuk, të paktën me këtë që kam unë, ndjesin time nuk është se ëndra ime është të blej një shtëpi. Ok, normale, është nevojë, është mirë që ta kesh, ta blesh, por është një ëndër tjetër që mezi pres ta realizoj. Nuk e din nëse do ta realizoj, por unë po punoj fort edhe po më ndihmon te Alfia, sepse po bëhet pak edhe ëndra e tij. Edhe shpresoj që t'ja dalim. Dua që Rea kur ta shikosh këtë videon që ke postuar, dije që je shumë e fortë dhe ti do ja dalësh, që kështu forca mos u hallaka dhe puno vetëm për ëndrrën tënde. Ky është një mesazh për veten time që kur ta shoh videon që do kem tjerë, të më japë forcë dhe realisht do ta vlerësoja shumë nëse më jepni edhe juve si shoqet e mia virtuale. Kur ajo për të mos dorëzuar. Marrim kamerën e vogël këtu. Edhe të bëjmë një foto të bukur sonte. Ai kam dhënë kartën, po e pas kam kartën. Edhe outfiti për sot shumë nice. Do kam thënë që unë kam bërë flokët edhe më pëlqejnë shumë me baluken, këtë baluket kështu duket që bukur kapar. Edhe duket floku me më shumë jetë, se realisht më ishte zjatër shumë, më ishte vënë nga këtu. Kështu është kur përdor produktet e Ada Herbs. Edhe normale që do t'i përdor prapë, sepse më jep të butësi të floku dhe shkëlqim që vetëm kombinimi vajor edhe locioni mund të ta japin. Nuk bëhet fjalë të dilore, janë edhe këta. Ja dhe i të njërë si të njërë. Ashtu. Ja, një smart është të njërë, Hej, na makina, hej, jeta. Unë ndërova. Vajta të studioja, dhe të studia aty kam gjaketa të adhurueshme dhe vesha këtë gjaketën që është 100% lesh. Ju tha, prandaj u vonove ti, është nga Hugo Boss edhe i kam lënë aty sepse nuk kam vend që t'i mbaj në shtëpi dhe është super e bukur, ka këtë ngjyrën e mustardit. Edhe kam vendosur të këtë shallin që kam marrë tek Zara me aksesor, me të gjitha. I kisha me pallo, po më dukej vetja si gjyqtare, shumë e ngrefur për një të shtunë. Dhe prandaj mora këtë. Edhe këtu e me Alvin e kam torturuar realisht me punë. Te kam bire, vete e bën edhe pako, mati bën edhe post tjerin që i qonë në post. Pret faturat e gjitha këto kështu. Por ja vlen gjithë kjo lodhje, sepse në fund të ditës agenda vjen sa më shpejt tek shtëpia juaj, edhe po mundohemi që t'i marrim porosit sot dhe t'i përgatisim dhe t'i çojmë sot tek posta, mos t'ju avonojmë, sepse e dim që i marrin shumë për dhuratë. Edhe
ta dini mos e lini për moment të fundit, nëse do porosisni agjenda mbi studio, shkoni me vrap porositeni, se pastaj ka ngarkes posta dhe ndoshta ju vonon. Sa ditë e bukur. I morë njerëz i para. Larg shoftë zot. Albi është për në Durrës sot. Po më çon mua. Në ora 10:30. Edhe kështu. Shikoni sa ditë e bukur që është. Ne po projektoj makinë për rejën tani. Makinë? Një kështu? Shikoj makinat e mia dhe si kjo të ishte. Makinë për mua që nuk kam patente, kam të merr. Të mësoj makinë. E vogël është. Me 4 vende. Kam shumë frikë. Kam shumë frikë realisht. Jam të shtiun edhe po jap gazit. Nuk i jep po jetë. Kush i ka këtë stres? Nuk e di, kam një frikë, nuk e kam provuar se okej të ikja, ta merja patentën, bëja një provë, një gjë, një kështu, një kurs, një shkollë. Edhe të thuash nuk bën o zotri, dhe ai mësuesi, instruktori të thoj, nuk bën o zonjë, do marrësh në qaf njerëzit. Por thjesht është Nuk ka njëri që kam unë frikë. Më thoni këtu goca që duhet ta mësoj dhe të marrë makinën time. Danja! Eri baba gjyshi vitit të ri me dhurata. Po. Dhurata e parë që ka marrë unë për këtë vit. Ua, ta gëzosh, vica më i mbar. Edhe ty sa më shumë suksese. Dhe pa që nga sa më bër shumë yll. Shitje, o faleminderit. Danja. Më në fund. Më në fund të takuam. Po. Kemi kaq kohë pa u takuar ne. Kemi 3 vjet po. Po bën të vështirin. Sa bukur duket kështu pamja. Sa më duket ti bëj kështu. Ne po bën foto. Me britës duket më bukur. Pepe ti bëj zoom in zoom out kur duash. Ku bet? Ua, zoti ma. Bëje me ato Me këtë që nga super bën ke foto vetë. Edhe kështu, tani është rada e Danjës të foto. Child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet while shepherds watch. Tani sa po u shkëputa dhe nga Dajna dhe u kënaqa kaq shumë. Isha ko pa dalë dhe sot i pash edhe shtëpizat në qendër, hëngrën dhe diçka.
Edhe ishte shumë lezetshëm, po vetë ora 2:30, se kemi dalë që në orën 10:30 bashkë, edhe ku koha kështu, pa e ndjerë fare. Edhe kam porositur të taksin, po më pret, edhe duhet që të nëzitoj pak. Edhe ishte fix e shtuna që kisha nevoj. Edhe unë pusha me energji të mirë. Sa që nga më skuqur, po erdhi Alvio tani në shtëpi dhe nuk e di çfarë ka ndodhur me këtë djalë. Shikoni çfarë ka këtu, një trëndafil shumë të bukur. Më solli tulipan tani trëndafil edhe e ka kutur të lagja edhe tha, është natë edhe kishte frikë se po bënte një krim të vogël edhe pastaj e kishte kutur me dhëmb. Sakrificë për dashurinë. Dhe unë sot u mora pak me makinën qepse, po nuk ja gjeta anë. Se tani vajta në tualetë dhe pash vete në pasqyrë dhe duken që kam qarë, sepse po shikoja Kozeta në TikTok, kanë hetër Kozetën edhe është një serial shumë i bukur, edhe u preka. Kështu ka qenë që darka ime dhe vajte ora 10 dhe tani do përgatisim sanduiqe shumë të mirë. Dhe këtu janë biletat për në tek arthyesi, që pa kam treguar. Dhe si që ju thash, do bëjmë për të ngrënë tani dhe do bëjmë për zoll vici, sanduiç me gjëra shumë të mira. Sun cuts through the corner of my window, playing catch. I wonder, do they get tired? The company purring on my lap. Not a single word to be had. The sunny side up, the only thing that's feeling my brain. Hello, kështu është për të thunat në fund. Bëj video por çka kam bërë. Po. Shikoni si bën njerëz. Më tha më nxirr mua duke punuar. Jo ta kuptoni, duart e kujt janë. Po bë. Duart e kujt. Hej sot. Bëjun të gjitha. Ja frigoriferi, kur në studio ka çuna. Ne pim gjithmonë ujë. Në punë. Për mua kjo është më e bukur, më e veçantë. Me bukur? Shumë e bukur, shumë festive. Shkon me këtë zemër këto. E si njerëzit duan atë të zezën më shumë kamerë. Po ty s'po del bukur. Është bishnja. Po s'është ndriçimi i mirë, po prit. Unë isha në shtëpi po bëja punë të shtëpisë. Kjo është pjesa më super. Shokët e Alves se kemi futur edhe në punë, se është elektricista dhe në qoftë se keni nevojë për elektricist, se shpejti shoku Alves do hapi kompaninë e vet. Apo ja? Po. Ose edhe për burra, se pa martuar. I zot. I ka ngel në derë shoku Alves. Nxjerrë këtë specialistin tjetër, nxjerrë. There's Santa telling us no need for diamonds or trips somewhere in the world. I know that mistakes don't melt like the snow, but if there's magic, let the north winds tell him so. 'Cause I can only wait and pray that hope will call me. Realize he's awful lonely. Hello, nga dita tjetër. Isha tek shkolla edhe u lodha goxha se kemi pantalonin. Është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Edhe tani po mbret taksia, duhet i kemi vrap. Duhet i kemi vrap në studio, të bëj pak kohë të gati. Edhe një ditë e ngarkuar. They only giving me something to me. Said I bring a baby, I don't wanna lose him. Hello, përshëndetje. Nga një ditë tjetër realisht nuk kam qenë shumë aktive, por sot është e martë.
Nesër më vjen motra. Realisht në këtë video kam thënë më vjen motra, por realisht mezi po e pres. O bëra gati. I bëra flokët bukur me produktet e Ada Herbs, që ka bërë dhe oferta, prandaj më pesni gjithmonë për produktet e flokëve, nëse ja vlen dhe po, kombinimi vajor ja vlen. Shumë dhe locione, por dhe shampoja. Nëse doni që ti merrni set. Por të parën duhet të merrni kombinimin vajor dhe locionin. I preferoj më locionin në fakt, sepse më mban flokët shumë mirë dhe me volum bukur, edhe pse i kam prerë, edhe pse jam mërzitur që më jam prerë më shumë se ç'duhet, por do zjaten. Edhe tani duhet të iki pak tek tregu me dresi, sepse duhet të blej disa qese plastik që tek mbi re t'ju afus kutin, çantën e kartonit, gjitha këto gjërat që jam lodhur, t'ju afus tek kjo qesja, edhe ta ngjis, që t'ju shkoj sa më mirë gocave që do porosisin agjendën tek mbi re. Në fakt edhe djem kam porositur shumë dhurata për Secret Santa, për të dashurat, dhe nuk e di, më bën të lumtur kjo gjë. Edhe dua që t'i fuste këto qeset, e kam bërë në fakt, mora para disa ditësh, por më mbaruan dhe duhet t'i ke marrë prap disa të tjera. Edhe i marrë aty, janë kështu me set 30 copë më duket, kushtojnë 6.000 lekë, se marrë atë për masën e madhe. Thjesht qese plastike, çdo gjë kushton, por dua që në fakt të shkoj sa më mirë tek klienti. Edhe të shkoj edhe ta përdorin kutinë e kartonit dhe çantën e kartonit, që mos të ketë atë ngjitjen e postës. Edhe kështu, do shkojmë aty, do dalim tani. Edhe kam veshur një pullover të Albies. Ikim. Dear Santa, tell him I'm still holding on. No need for diamonds, a trip somewhere. I know. Sa po arritëm në shtëpi dhe bëm pak pazar, tani do ju tregoj një haul, çfarë kemi marrë. Kemi marrë baget. I marrim kështu të papjekura, që t'i pjekim vetë dhe janë më jame, sepse ne i bëm pak krokante. Edhe janë të ngrota. Janë shumë shishme kur bëjmë sanduiç. Kemi marrë para, kemi marrë pistachio, kemi marrë dhe bajame. Kemi marrë pastaj verë për gatim. Kam pak mish aty. Është mish i egër, ka kanë dhënë Albios kolegët, edhe do ta bëjmë me verë gatuar për shumë orë, me gatim të ngadalë. Kemi marrë në këto salqicet, që i kemi shumë qef. Kemi marrë moll kyuxi. Kemi marrë një saltë soja, sepse na kishte mbaruar. Kemi marrë, ky është kremi im i djathtit i preferuar dhe tek më doja dy gjithmonë. Nuk e kam qef Philadelphia, është shumë e ëmbël, kurse kjo më pëlqen dhe është goxha e lirë, por shumë e shishme. Ju sugjeroj ta provoni. Kemi marrë spek. Kemi marrë si këto. Por shikoni sa cute që ishin. Ishin kështu me paketime të vogla dhe kur shkoj në shkollë, në punë, mund t'i marrë t'i pus tek çanta edhe t'i kem kështu si spek. Edhe Albia mund t'i marrë me vete. Morëm një mozzarella. Morëm këtë ta provojmë këtë firmën. Ishte më mirë sa ajo që marrim zakonisht, por të shohim në shije tani. Tani morëm 3 salmon. Kam shumë qef kur hapur mëngjes bukë të thekur. Vendos krem djathi, vendos salmon, pak limon, dhe nëse nuk kam për të dalë për takuar tikë, vendos edhe pak qep. Dhe del super e shishme. Kemi marrë salam pikant, sepse sot do të bëjmë pizza. Kemi marrë një salam si ky. Kemi marrë djath. Kemi marrë edhe 2 brum pinca. Të më thajë si që këto nuk quhen pizza, por quhen pinca dhe ka të drejtë se shënon kanë edhe këtu. Unë kam menduar që si këto të gatuaj edhe tek dreka që do bëj tek mbyre, që kam tuar disa koca, dhe të bëj shumë të mira, që i bëj me këto, sa të mira që dalin super është receta, dhe ju tregoj pas të tani që t'i gatuaj. Edhe ky ishte holli, më duket sa lek kushtuan 60, morëm edhe një letër për kuzhinë, karto peceta dhe kushtuan 60.000 lekë.
çmimet për referi. I çojmë në përvende edhe të gatuaj se po më hahet shumë bukë dhe kemi arritur tani në shtëpi është ora 10. Quan pakot tek posta, tek posta ku ne bashkëpunojmë, edhe kishe goxha porosi dhe jam shumë e lumtur që po bëjmë porosi edhe mbi re është zgjedhur si dhurata ideale për Secret Santa. Më bën shumë krenare kjo gjë, edhe jep. Nisëm gatuajmë, i çojmë këto në përvende. A Jeshile ka gol Erda uj. Hello, kush erdhi? Si jeni juve? Erdhi motra. Erdhi emigranti. Po. Shtypëm qiketat parë akoma. Erdhi motra mua. Jeni motra kësaj. Jeni Dolëm. motor ju. Dolëm. Vajtëm pak, hëngra pak bukë, më dola nga shkolla, kisha shkollë. Hello. Ja, dhe vlog mas çdo ditë e kanalierësit. Prisni video nga Shqipëria. Ne vajtëm hëngrëm gjëra të mira. Hëngrëm gjëra të mira, do bëjmë një xhiro, do rrim çerek orë gjysmore, do ta fus në punë aty, të bëjmë një axhë në një paketim. Do nxjerr lekë të drejtë. Të ikim atje. Shkoni sa bukur që është bërë.